Ministria e Financave ka vendosur çmime të reja reference për zhdoganimin e automjeteve të përdorura, duke përfshirë ato të importuara nga Korea, Kina dhe vendet e Europës. Ky udhëzim, i botuar së fundmi në fletoren zyrtare në titullin për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore, ka hyrë tashmë në fuqi dhe sjell rritje të ndjeshme të vlerës minimale të zhdoganimit për të gjitha kategoritë e automjeteve. Për autoveturat, ndryshimet janë të ndjeshme për të gjitha cilindrat. Për shembull, për automjetet deri në 1.4, çmimi minimal kalon nga 130.000 lek në 162.500 lek, një rritje prej rreth 25%. Për segmentin 1.4 deri 1.9, pragu minimal shkon nga 200.000 lek në 250.000 lek, ndërsa për cilindrat më të lartë rritja vazhdon proporcionalisht. Automjetet 1.9 deri 2.5 litra nga 325.000 lek në 406.000 lek, 2.5 deri 3 nga 400.000 deri në 500.000 lek. 3 deri 4.5 litra nga 500.000 lek në 625.000 lek, edhe mbi 4.5 nga 800.000 deri në 1 milion lek. Ndryshimet konsiderueshme ka edhe për kamionçinat, furgonët dhe kamionët. Për mjetet deri në 1.5 ton, pragu minimal shkon nga 400.000 në 500.000 lek, për 1.5 deri 3.5 ton nga 600.000 në 750.000 lek, edhe për 3.5 deri 10 ton nga 850.000 lek në 1.06 milion lek. Kamionët 10 deri 15 ton do të zhdoganohen me një vlerë minimale prej 1.25 milion lekësh, ndërsa ata mbi 15 ton nga 1.2 milion lek në 1.5 milion lek. Ekspertët parashikojnë se këto rritje do të ndikojnë drejt për drejt në çmimet e automjeteve të përdorura në tregun vendas, duke e bërë më të kushtueshme importin e tyre. Nga ana tjetër, politika e re synon edhe stimulimin e blerjes së automjeteve të reja me 0 kilometrazh nga koncesionet në vend, duke favorizuar kështu tregun vendas të automjeteve të reja. Sipas të dhënave të Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit të Transportit Rrugor, gjatë periudhës janar-nëntor 2025, janë regjistruar për herë të parë 89.654 mjete, prej të cilave 73.066 janë autovetura. Nga këto, mbi 55% kanë moshë 8 deri 15 vite, 25% mbi 15 vite, 5.1% 5 deri 7 vite dhe 14.7% janë të rinj 0 deri 4 vite. Në lidhje me vendet nga vijnë automjetet, Korea e Jugut kryeson importet e ndjekur nga Gjermania, Italia, Kina dhe Zvicra. Ky udhëzim duket se do të shënojë një ndryshim të rëndësishëm në tregun e automjeteve, duke rritur çmimet e importit dhe duke orientuar konsumatorët drejt opsioneve më të reja dhe më të sigurta.